Kjo është rruga Nën Klea Merloni në lagjen Mark Lula të Shkodrës. Mjaftojnë vetëm pak re shishill dhe gropat e mbushura me ujë e bardhë bëhen të gjithë pushtetshme, aq sa është e vështirë të qarkullojnë edhe automjetet. Por më shumë se 30 vite kjo rrugë ndodhet në këtë gjendje pavarësisht kërkesave të banorëve të saj her pas here në drejtim të pushtetit vendor për ta rregulluar. Faktikisht ajo që dihet është se deri më sot asgjë nuk ka lëvizur në këtë drejtim, fakti që provon edhe gjendja reale e kësaj rruge. Ndonse se nuk është më shumë se 800 metra e gjatë, në të dy anët e saj banojnë qindra familje. Fatkeqësisht ajo ka mbetur në këtë gjendje sa në ditët me shi rrezikon të izolojë edhe familjet në dy anët e saj. Para 5 vitesh nisi rregullimi i saj nga Bashkia Shkodër për fshirje dhe rrjetin e ujësillësit dhe ndriçimit, por çuditërisht mbeti përgjysmë. Kështu vazhdon deri në ditën e sotme, një gjendje mjaft e rëndë, sa është e pabesueshme që edhe në gjysmën e muajit maj të jetë në këto kushte. Kjo është ndër rrugët në situatën më të vështirë të zonave informale të Shkodrës, e cila shërben për lidhjen e kësaj lagjeje me lagjet e tjera të qytetit, por me këtë gjendje faktikisht është jashtë funksionit. Ndaj është e domosdoshme ndërhyrja pavonese e Bashkisë Shkodër për rikonstruksionin e saj.